Si ta dua Jezusin sot më shumë se sa dje? Ose do të ecni prapa ose do të ecni përpara, nuk mund të qëndroni në vend dhe prandaj do të mësojmë se si të bijem në dashuri me Jezusin dhe jo vetëm të qëndrojmë të dashuruar me Jezusin, por edhe të rritemi në dashurinë për Jezusin. Ta duash dhe të rritesh në dashurinë për Jezusin fillon me një dëshirë të zjarrt për ta njohur dhe për ta dashur atë më shumë se çdo gjë tjetër në jetë. Nuk mund të ketë dyshim që të gjithë ne, pa përjashtim, nëse duam që të thellohemi në dashurinë tonë për Jezusin, do të përballemi me rrugë të vështira, do të përballemi me pengesa përgjatë rrugës. Dhe ndryshimi mes atyre që vazhdojnë të ngjiten dhe thellohen në dashurinë e tyre për Jezusin dhe atyre që nuk e bëjnë dhe pengohen në rritjen e tyre, janë ata që i përdorin gurët si një shkallku të shkelin, dhe jo si pengesa. Mënyra se si i shohim këto pengesa ka një rëndësi jetike. Prandaj pyetja që lind është kjo: si mund t'i përdorim këto pengesa si gur shkalle dhe jo si pengesa? Nga përvoja ime, kam parë shumë besimtarë të krishterë që i kanë lejuar këto shpërqendrime të pengojnë rritjen e dashurisë për Jezusin. Disa mund të thonë, po Michael, si ndodhi kjo? Po, të gjithë ne e fillojmë ecjen tonë me Krishtin kur rilindim sërish, që në çastin që marrim këtë zbulesë të jashtëzakonshme që Jezusi na do dhe që vdiq në kryq për ne, dhe pastaj përjetojmë faljen e mëkateve dhe sigurinë që do kalojmë përjetësinë me të. Kur vim në këtë çast, mendoj se askush prej nesh nuk e mohon faktin që kemi rënë në dashuri me Jezusin, sepse jemi pushtuar nga dashuria e tij. Por pastaj diku përgjatë rrugës godasim ndonjë mur. Çfarë do lloj muri që të jetë, sepse ka shumë mure. Mund të jetë një mur financiar, apo mund të jetë një mur për një marrëdhënie, apo mund të jetë një mur për një sëmundje. Çfarë do që të jetë. Dhe çfarë bëjmë ne? Fillojmë të përqendrohemi tek ai mur, shpërqendrohemi dhe lejojmë që dashuria jon për Jezusin të ftohet. Tani ju premtoj që po qëndruat në këtë gjendje, në gjendjen e shpërqendrimit, ju do të shihni që dashuria juaj për Jezusin do të pengohet. Dhe do të vijë një çast kur dashuria juaj për Jezusin do të ftohet. Dhe gjëra të tjera i kanë zënë vendin asaj. Ndonjëherë edhe e kundërta është e vërtetë. Ndonjëherë, më dëgjoni me kujdes, ndonjëherë begatia dhe bekimet mund të shërbejnë në të njëjtën mënyrë si një mur, dhe ne fillojmë t'i heqim syt nga bekuesi dhe të përqendrohemi te bekimet. Dhe sërish dashuria jon për Jezusin ftohet. Kuptoni që këto janë mënyrat e Satanit për të na shpërqendruar ne. Ashtu si në dhimbje, ashtu edhe në begati. Ashtu si në diell, ashtu edhe në rrebeshe. Ashtu si në bollëk, edhe në nevojë. Prandaj edhe fjalët e urta thon as varfëri dhe as pasuri. Këto mund të jenë pengesa që do ta ftohenin dashurinë tonë për Jezusin. Të dashur, kjo shpeshherë ndodh në martesë. Do të doja të kisha kohë ta trajtoja pak këtë, por mund ta bëj këtë gjatë mesazheve të ardhshme. Por në çdo rast, përgjigja është pendimi. Në të gjitha rastet, përgjigja është të shohim hapat që kemi hedhur. Përgjigja është të zbulojmë se ku jemi rrëzuar dhe pastaj të ngrihemi. Përgjigja është pranimi i mëkatit dhe jo fshehja apo justifikimi i tij që e shkakton këtë shpërqendrim. Përgjigja është ripërtëritja e dashurisë tonë për Jezusin. Kjo pra është përgjigja. 3 gjëra. Së pari, pa aftësia për ta pranuar korrigjimin. Së dyti, mos gatishmëria për të rritur dhe për të ndryshuar. Dhe e treta është cënueshmëria. Të gjithë jemi të cënueshëm për ta ngatruar udhëtimin me destinacionin. Le të shohim këto të treja shumë shpejt.
pa aftësia për të pranuar korrigjimin. Mund të dëgjoj dikë të thotë, po Michael, çfarë lidhje ka pa aftësia për ta pranuar korrigjimin me rritjen e dashurisë time për Jezusin? Pyetje shumë e mirë. Ekzistojnë shumë pak njerëz që kanë dhuntin e veçantë dhe aftësinë për ta parë veten e tyre ashtu siç janë vërtet. Shumë pak njerëz. Shumica prej nesh kanë aftësinë e çuditshme për ta parë veten tonë ashtu siç duam që të jemi. Duam që ta shohim veten tonë si të mrekullueshëm, të dëshirueshëm, të mprehtë, të zgjuar, të ditur, të shkathët, edhe sikur njerëzit po mbajnë frymën që të dëgjojnë mendimin ton për çdo gjë. Më lexoni buzët. Kjo është fantazi. Shumica e njerëzve e përfytyrojnë veten siç duan që të jenë, jo ashtu siç janë. Nuk mendoj se ka ndonjë këtu që nuk është dakord me faktin se arroganca mund të na pengojë që të rritemi në dashurinë tonë për Jezusin. Pyetja është, si ta kuptoj kur jam arrogant apo jo? Si ta kuptoj këtë? Shumica për nesh nuk e kupton kur jemi arrogant, krenar, edhe të vetkënaqur. Pikërisht këtu futet në lojë një vëlla ose motër e mirë dhe e perëndishme në Krishtin. Nuk mund ta doni Jezusin të izoluar. Nuk mund ta doni Jezusin të izoluar, prandaj shërbesa jone e grupeve të vogla apo e grupeve të shtëpisë është një shërbes jetësore e kësaj kishe. Dhe apostulli Gjon na e bën shumë të qartë këtë në të gjithë letrat e tij. Ai thotë se dashuria jon për Jezusin bëhet e dukshme në dashurinë tonë për vëllezërit dhe motrat e krishterë. Aftësia për të pranuar korrigjimin nga miqtë e perëndishëm shkatëron pengesa të stërmëdha për të rritur në dashurinë tonë për Jezusin dhe për të thelluar në dashurinë tonë për Jezusin. Do qëndroj këtu për të kontrolluar pak realitetin. Janë disa njerëz që janë kritik profesionist. Janë disa njerëz të cilët kontrollohen nga një frymë kritike. Janë disa njerëz të cilët kritikojnë çdo gjë dhe këdo gjatë gjithë kohës. E kuptoni se për çfarë kam fjalë. Janë disa njerëz të cilët vetëm kritikojnë thjesht për të na hequr pikë ne. Nuk e kam fjalën për këtë. Këta njerëz mund t'i identifikojmë lehtësisht dhe ose duhet t'i shpërfillim ose t'i qortojmë. E kam fjalën për një korrigjim të vërtet, real, të sinqert, me dashuri dhe inkurajim. Pse? Sepse korrigjimi me dashuri dhe inkurajim do të çojë në vethetim dhe vethetimi do t'ju drejtojë në rritjen e dashurisë suaj për Jezusin. Korrigjimi dhe jo thjesht kritikat e verbra duhet që gjithmonë të ushtrohen në një ambient të përbashkët me përkujdesje dhe përkushtim. Korrigjimi gjithmonë duhet të ushtrohet në një atmosferë inkurajimi. A e dini se kur Zoti ynë Jezus Krisht shkoi në atë kryq, ai po na inkurajonte dhe po na kritikonte në të njëjtën kohë? A e dinit këtë? Në kryq, ai po na inkurajonte duke na thënë, unë ju dua dhe po paguaj çmimin për mëkatin tuaj. Nga ana tjetër, ai po na qortonte duke na thënë, është mëkati juaj ai që më çoi në këtë kryq. Është rebelimi juaj kundër Perëndisë së Shenjtë i cili më ka çuar në këtë kryq. Kjo është arsyeja sepse kemi forca rebele kundër Perëndisë që nuk duan të qortohen ose të inkurajohen dhe duan që të heqin kryqin nga syri publik. Prandaj duan që ta heqin kryqin. Për të gjithë ne që jemi shpenguar nga ai kryq, për të gjithë ne që jemi falur nga ai kryq, për të gjithë ne ai kryq thot
Po, është një qortim i mrekullueshëm, është një kritik për mëkatin ton, por faleminderit Perëndis që është edhe inkurajues për ne dhe na siguron për dashurinë që ai ka për ne. Të refuzosh që të pranosh korrigjim të sinqert do të thotë të refuzosh që të kuptosh thellësinë e dashurisë së Perëndis për ne. Gjatë mesazhit të shkuar ju tregova se dështimi për të kuptuar thellësinë, gjerësinë dhe lartësinë e dashurisë së Perëndis do të na ndalojë që të rritemi në dashurinë për të. Korrigjimi me dashuri është si ajo që bën Jezusi. Ai shpesh lejon problemet të futen në jetën tonë, siç bëri në jetën time në vitin 1990, në mënyrë që të na rindërtoj më të fortë. Ai lejon lëndimet në mënyrë që ai të mund të na shërojë ne dhe të na forcojë ne, si një kirurg i dashur, i cili na pret, por vetëm për të hequr tumoret kancerogjene. Kritika pa dashuri i shkatron njerëzit. Më lejoni ta përsëris këtë. Kritika pa dashuri i shkatëron njerëzit. Kjo është arsyeja pse kjo nuk duhet që kur të ndodhë në familjen e Perëndis. Prandaj, gatishmëria për të pranuar korrigjim të perëndishëm është sekreti për të rritur në dashuri për Jezusin. Së dyti, gatishmëria për të ndryshuar dhe për të rritur është përbërësi jetësor që ju të thelloheni në dashuri për Jezusin. Zoti Jezus shpeshherë foli për farën, për mbjelljen, për kultivimin, për rritjen dhe për të korrat, por nëse fara nuk po rritet, ka mundësi që arsyeja të jetë sepse është sterile apo fare vdekur. Rritja ka të bëjë me ndryshimin. Tani, nuk jam nga ata njerëz që thonë se ndryshimi është i mirë. Unë nuk jam nga ata njerëz. Disa ndryshime janë të mira, disa janë të tmerrshme. Unë e kam fjalën për rritjen dhe ndryshimin, ndërsa ju thelloheni më shumë në dashuri për Jezusin. E di. Janë disa njerëz që thjesht e urrejnë ndryshimin. Apo jo, e di këtë. E di që ka shumë njerëz që në fakt kanë frikë nga ndryshimi. Shumë njerëz duan të kapen fort pas së shkuarës, sidoqoftë ajo. Por ne besimtarët e krishterë, më shumë se çdo njeri tjetër në sipërfaqe të tokës, duhet të përkrahim pa rezerva ndryshimin e mirë dhe të perëndishëm. Sidomos ndryshimin që vjen duke u thelluar në dashurinë tonë për Jezusin. Prandaj pyetja është kjo: pse kaq shumë besimtarë humbën dashurinë e tyre të parë? Siç e pam disa mesazhe më parë, dhe arsyeja për këtë seri mesazhesh gjendet në letrën e Jezusit drejtuar kishës në Efes. Kur kisha ishte duke u rritur dhe po bënte gjëra të mëdha, por ai tha: "Por kam diçka kundër teje." Sepse dashurinë tënde të parën e le e ke braktisur. Kjo ishte nxitja për këtë seri mesazhesh. Prandaj pa aftësia për të pranuar korrigjimin, do ta pengoj rritjen e dashurisë tuaj për Jezusin. Mos gatishmëria juaj për të ndryshuar dhe për të rritur do t'i vendos gur pengese rritjes së dashurisë për Jezusin. Së treti, ngatërrimi i udhëtimit me destinacionin. Gjithmonë, jo ndonjëherë, por gjithmonë do ta pengoj rritjen e dashurisë për Jezusin. Mund të dëgjoj një amen? E vërteta është se të gjithë ne jemi të cënueshëm nga ky tundim, përfshirë dhe pastorin tuaj. Të gjithë jemi të cënueshëm nga ky tundim. Ju ose do ta shihni veten si një qytetar të kësaj bote me një interes të ardhshëm për parajsën, ose do ta shihni veten si një udhëtar që po kalon përmes kësaj toke të çuditshme. Dhe më lejoni t'ju them se bota po bëhet më e çuditshme çdo ditë. Po bëhet më e çuditshme çdo ditë. Bëjini vetes pyetjen: a jam një udhëtar apo vendas? A jam qeraxhi apo pronar?
Jezusi i lutet qartësisht Atit me atë lutjen e lartë priftërore të Gjoni kapitulli 17. A i thot, unë nuk kërkoj që ti t'i heqesh nga bota, por që ti t'i mbrosh nga i ligu. Ta doni Jezusin thellësisht, të rriteni çdo ditë në dashurinë tuaj për Jezusin, të përjetoni thellësi më të mëdha në dashurinë për Jezusin. Të gjitha këto do të thonë që ta doni atë që do Jezusi. Fjala e Perëndisë na thot shumë qartë që Jezusi i do mëkatarët e shpenguar. Jezusi i do mëkatarët e penduar dhe të pajtuar me Atin e Tij. Jezusi do të shoqë të humburit të gjenden. Jezusi do që njerëzit e penduar t'i ngrej lart nga balta e mëkatit dhe nga bota. Këto do Jezusi. Le ta përsërisim këtë. Të duash Jezusin do të thotë të duash ato që do Jezusi. Shumë të krishterë bien në kurthin ku duan që Jezusi të dojë ato që ata duan. Apo jo? Është e vërtet, ata duan që Jezusi të dojë ato që ata duan. Ju lutem, mos bini në këtë kurth të Satanit. Apostulli Paulu tha Romagëve, mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni. Çfarë mos bëni? Konformoni. Por çfarë? Transformohuni. Çfarë do të thotë kjo? Mos u konformoni, por transformohuni. Në vend që të konformoheni me standardet e botës, ju duhet të jeni një agent transformues. Në vend që të përvetësoni mendimin e kulturës, ju transformojeni mendimin e kulturës. Kjo çështja e konformimit dhe e transformimit më goditi fort para disa vitesh. Takova një njeri të cilin e njihja prej shumë kohësh dhe e njihja si njeri të fortë në ecjen e tij me Krishtin, të paktën kështu mendoja. E dija që ai kishte një farë ndikimi. Mendoja se ishte ndikimi perëndishëm. Por kur u takova me të, filloi të më thoshte se pikpamjet e tij biblike kishin filluar të ndryshonin. Më tha se nuk mendonte më se Bibla ishte pa gabime. Dhe pastaj vazhdoi të fliste. Ai filloi të konformohej me standardet e kësaj bote. Ai filloi të donte të ishte i pëlqyeshëm për botën. Konformimi me standardet e kësaj bote është i pamëshirshëm me trysninë që ka. Është shumë i ngadalt për të modeluar dhe për t'i dhënë formë të menduarit ton, por këtë bën, modelon dhe jep formë. Dhe këtë do të bëj. Pyetje. Si mund të pretendoj dikush që e do Jezusin, kur ai e ngatëron udhëtimin me destinacionin? Bëja një vetes këtë pyetje, ju lutem bëja një vetes këtë pyetje, një tjetër pyetje që duhet i bëni vetes, nëse unë do të vdisja sot dhe do ta shihja Jezusin në sy, do ta shihja atë ballë për ballë, a mund t'i thoja atij, Zot, kam dashur atë që ke dashur ti? Lutem që të mund t'i përgjigjeni vetë kësaj pyetje, përpara se të mbaroj dita. Do ta mbyll duke ju treguar një histori të vërtetë. Është histori e vërtetë, por i lutem Perëndis që kushdo që do ta dëgjojë nga unë, të mos ndodhet në vendin e këtij personazhi të kësaj historie të vërtetë keqardhjeje. Thomas Carlyle ka qenë një shkrimtar dhe poet skocez i mirënjohur. Ai qëndroi beqar për shumë vite, por më në fund u martua me sekretarin e tij, Jane Welsh. Jane ishte vajza e një doktori shumë të spikatur në atë qytet. Nuk kaloi kohë në martesën e tyre dhe ata zbuluan se Jane kishte një kancer vdekjeprurës. Carlyle ishte shumë i famshëm në kohën e tij, i mirënjohur dhe udhëtonte nëpër botë duke folur para turmave që e admironin atë. Dhe kur qëndronte në shtëpi më së shumti, përqëndrohej në shkrimet e tij. Ai largohej për javë të tëra, pa e takuar bashkëshorten e tij të dashur. Kaluan muaj dhe erdhi një ditë dhe Jane i vdiq. Ajo u varros në varrezën e një fshati jo shumë larg shtëpisë së tij.
Pas varrimit, disa nga miqtë e tyre erdhën dhe u mblodhën në shtëpinë e Carlylit. Por Carlyli, duke i kërkuar falje miqve të tij, u ngjit në katin sipër. Shkoi në dhomën e gjumit të Janeit dhe u ul në një karrige pranë shtratit të saj. Dhe aty pa një libër pranë llampadarit. E mori librin dhe pa që ishte ditari i saj. Dhe filloi ta lexonte. Ai lexoi. Ai kaloi këtu afër sot. Për mua ishte si të isha në parajs. Oh, sa shumë e dua. Dhe pastaj vazhdoi të lexonte derisa arriti në faqen e fundit, ku ishte e qartë që ishte shumë e dobët për të shkruar. Por fjalët e saj të fundit ishin këto: Dita është zgjatur, perdet janë të hapura në korridor. Nuk i kam dëgjuar hapat e tij. E di që ai nuk do të vijë sot. O, sa do të doja që t'i thoja edhe një herë tjetër se sa shumë e dua. Miqtë e Carlylit u befasuan kur ai po zbriste nga shkallët dhe me vrrulla i kaloi nëpër shtëpi dhe doli prej saj, dhe njëri prej tyre tha: "Në Varreza, duhet të jetë duke shkuar në Varreza." Dhe ata vrapuan pas tij për të varri ku Gjeni sa po ishte varrosur disa orë më herët. Dhe pa dyshim që aty gjendej Thomas Carlyli vetë, i shtrirë mbi atë dhe të freskët e të lagur të varrit të bashkëshortes së tij, duke goditur tokën me grusht. Sikur ta kisha ditur. Sikur ta kisha ditur. Tani miqtë mi të dashur, ju lutem më dëgjoni pak, jam duke përfunduar. Pse duhet të prisni derisa të godisni një mur në jetën tuaj përpara se të pranoni që dashuria juaj për Jezusin është ftohur? Ju jeni në shërbes, jeni duke shërbyer, jeni duke bërë të gjitha gjërat e krishterë. Pse duhet të prisni derisa të godisni një mur në jetën tuaj para se të pranoni që dashuria juaj për Jezusin është zhvendosur anës rrugës? O, më dëgjoni. Siç e thash, mund të jeni duke bërë gjëra të mira, duke shërbyer në komitete, në shërbes dhe po bëni lloj-lloj gjërash në përborde. Dhe lloj-lloj gjërash të mira. Por thellë brenda jush, thellë, dashuria juaj për Jezusin është ftohur. E njoh këtë ndjesi dhe lutem që askush të mos qëndroj kështu. Lutem që sot gjithë secili të thotë: Zot, nuk do ta refuzoj korrigjimin. Zot, nuk do ta refuzoj një rritje dhe një ndryshim më të thellë të dashurisë time për ty. Zot, nuk do të përqendrohem te udhëtimi dhe ta ngatroj atë me destinacionin. Më ndihmo. Zot, nuk do të lejoj asnjë prej këtyre të më pengoj që të thellohem çdo ditë më shumë në dashurinë time për ty.